për intelektualin që lodhet e përpiqet të shkruaj libra për Shqipërinë, për fatin dhe jetën e saj, për historinë e popullit ton, Fishta bëhet sarkastik dhe këshillon mikun e tij Dom Nocnikaj që kishte anagramin Nag Domonici të heq dorë nga kjo punë. Ti me gjas, Nag Domonici, s'din si hec nga t'jetë si cmici, se po kapesh në breg me pralla. Zotnit gjatë zoti jetën, pa shikoj e Herkuletën, ajo ty ka me të kallëzu se çkallëzit ti ke fitu mjat bukrën histori që ke shkrujt për mbi Shqipni. Sot në Shqipni mër lumiku, historia është meteliku. Pse për tjetër, për këtë bes, veç si që ti zaval kres, veç si lan ti kryt gomarit të munu për fis shqiptarit. Këtu në Shqipni gjatë zoti jetën, për valujt vag gjaku letën shilet shtek, e skryhet hall, se kanë zanë shqiptarët atë kangë, haja qenit, pija qenit, edhe birë karadyzenit. Prandaj sot, letrar të shkret, posht, në fund janë lanë pështet, me grushtmizan kulet, se me shkrime, stërholime, s'mund ja mushim me njën kuj, veç kot qesim pet lanuj. Po, a e din mërtun gjatë tjeta, pse libra dhe gazeta, pse historie kanë gardnore sot me sot ndërzo shqiptarit, s'qan të e patun kur farzarit? Mos e diq, du me t'kallëzu, në pa qëngeti me mligju. Zoti lum, për njerëzit mbar, tu zanë fil në babën e par e dërmand mramin e ren, veç 300 dirhem men, se ma te për supat da. Me ka shmen ta shmërla, a mund të mushen sa e sa koka që për rand, ndoshta i ka toka, besa jo. Pse dhe ashtë ndoj kokë, s'cil si dalin as 6 op, jo se ma 300 dirhem që janë dhamë për njerëz me men. Bre, ma zi, kem pun të i shku, se këto men vin tu pa ku ka vin krena tu shtu. O zoti i madhe që prej empirit shehe një tan pun të njerit, a i mend lehtit bit e Adamit, me ndimu desh këtë rob të skamit. Dhe ne i thot, një ditë shënkollit, to i kundrun për e këti trolli, si e spuna rozullimit, po bajseri për njerëzimit. Kesu i një herë në kokë, se ata vllazën janë mi tokë, e se sa shfort punë e lëmut, shoqi shoqit me janë zirë trut, unë kujtoj sa shtjetër sen, që sot zehet ven e ven, veç pësë ndava vetë pak men. Prandaj, ullu tashmi dhe e me men ngarko një barë, del të shitën kushtun me ble. E shën kolli tjoft lëvdu, s'ndej hiq të ju hutu, po ngarko një bark me men, edhe dulej për gjithë ven. Për gjithë ven e për gjithë fise, e në mbram të udhan shnjën e qiti. Po se ju ullin det sperancat, që i bark tjetër vjen prej Francet. Kish dal djalli me bark, me shit shkarpa në përdhe. Ulla zanin shqiptari se 2 barkat në atë shnjën kanë hi, njena mbush me shkarpat vjetra, me ment holla mbushun tjetra. E ranë shqiptar dhe atëherë ku vend tu e folu në ren, shka në rënes mahet me, dhe e pleqnun se për këtë vend, duen shkarpa, e jo men. E mbathën shkarpat babat ton, e zban ke gjo për të nëzon, pse pa të than një plak padam, ku s'ka men do të ketë kam. A e din tash lumë zotnia, pse s'kan fatkan këte mija me sa t'ka 2 historia, pa i shqiptarët thaq kan babe, men e shise mos me ble. Pra zotni, a di shka ban? Hidhi librat mi tavan,
Edhe rima ne pshtet me dur kryq me sy për pjetu njeh miza për milpiza, pse ma të bot, por si shumë kuj, ka me t'hec kunglin mbi uj, ka me t'vu ty barku peta, kan me t'bat gjithë tu nja tjeta. E pse vet, do të mirën tande, e ma tepër pse ma kanda që të ndëroj Roma e Stamolla, po ti qoj do këshillat holla për me ditë si me jetu, për me ditë si me vozit në portalazet e shekullit ngrit, për nda qnosh me dalun va, e ndon mjallë s'pata me tra. Në të vetë kush, se qish jeta, mi ke fisë Shqipni thuj, ashtë kuleta.